Okej, shkend, qa mujna me prit tash 3. Tregove që një duet me kon me na i zbulu paka shumë një ekskluzivitet, kështë mirë i shkon. Okej, mirë i shkon, po ne po do me lon, ka to surpriz duet. Surpriz, qëfar zhanri ka mu kon konga? Konga R&B, më thonë, s'ka lidhje me, është veç R&B. Klipin edhe asaj kongë dëshme abo, dhe me thonë mas duetit, e kam edhe një klip tjetër dhe një single vet tjetër. Dhe me thonë ta shumë të bashkëpunu me Don Arbas, dhe me thonë kongë që të mi bo Don Arbasi. Edhe diçka ma ka gjithë stilin. Po, do të thotë kjo që me Don Arbasin ka mu konë duete? E se di. Fole. Jo, nuk e di, alo e kemi, dhe me thonë është surpriz duet. S'po të ngushtaj ma shumë. Okej, shkem dhe atër album diçka? Album jo. S'ma mërë media, ma mirë një videoklip e një kong, jo album jo. Edhe ma herë kom thonë që jo, edhe album, a di kur bëj album? Album bëj kur ti bëj, do me thonë kong që i përmbledhje dhe bëj album. Do me thonë si lej, s'po di. Okej, një përmbledhje ashtu të kong. Përmbledhje, veç përmbledhje, se ndryshë s'ma mërë media. Nashta si dijet, amo. Njerë për njerë. Njerë për njerë, qështë. Okej, shkrim të falimderit shumë që ke gjithë komë marrë të na dhe me promovu kongën tonë e 3 me videoklip. Edhe suksese edhe më të tjashme. E do më falimderit shumë. E di që të kom lodh pak, se nga, e do, ndrej ato. E falimderit shumë edhe për juve që gjithmonë më mbreni mbrapa çdo projekt temin që pe bëj edhe do është me thonë falimderit shumë për të zhurma që më keni... Qa të deshta dhënë medal? Po, do me thonë që më keni nderu, edhe di që ju kom nderu, edhe më keni nderu, do me thonë të dy palët, edhe do me thonë karriere em, do me thonë për zdyti filloj prej zhurmës, prej asaj dite une që do me thonë që fillova zhurma e aty kongën, do me thonë sefte, une të folë bashkë të herën e parë, që e kom këndu kongën e, do me thonë që kom këndu baladën u konë të zhurma, edhe ajo aty ku ka dollë edhe si klip. Po, shumë mirë ka dollë, po, ta shajtë edhe pak të ndreqëm edhe që. Për këtë deshta dhe me dollë, përveç jena mësu me pa shkendën si modele, si mis, ashtu, si këngtare, t'ja njësë edhe prezentuse, që ka prezim të ardhë më në kodë në isën tjetër ajo. Njerë, a ke fështirë mu kom prezentuse, me prezentu një notë gala, ashtu, e di për roba, e di që ke jekë shumë dhe një momentin e fundit e ke vendosë. Kështu, a u ka në fështirë, me dollë para aty në njerëzve, me prezentu edhe të e di që është krejt drejt për drejt? Kur e di që e kam Toni në afer, për të kazoj drejt jo, se a disa më kanë dimu aty, nuk di, dhe me thonë, kena pas ca pengesa asë asene, po e kom pas fështirë pak se gjitha taj krejt e strada aty vlo, këti këshërsha edhe krejt mirë, krejt aty, dhe me thonë kitë ta marrë ata njerëz me emra dhe kur dola unë aty si. Edhe të qyshe një ta njerë, adin po shlirova apet, po kur e kom pas Toni në afer, drejme të kalëzujtë s'ma ka një, se diçka më... Dhe ata aty të kanë përgëzu shumë, sidomos e di më kanë aty kur në Gjmje Pagarusha ka thonë kusho që kjo duk si barbik shumë e bukur. Po e di edhe, kur shkova edhe për shëndeta edhe adin edhe për qafi edhe tha barbik, më veke, barbik. Ja duk shumë bukur. Edhe natë e pat edhe Adelina ditlindjen, edhe s'dik shumë tha që kur e kënove shken kongën kajti Adelina. E ka prek në shtak ma si ka nga ditlindja dhe ajo e ka pos ditlindjen? Po, dit e pa ditlindjen edhe zdi. Do me thonë, në Gjmje Pagarusha, Adelina Ismail, me thonë njërës me emra, kur ata ma kanë bo, sa e mirë, sa adin sa edhe ka nga shumë e mirë edhe krejt, do me thonë, unë e qater u shlirova krejt. Tash leje se mirë të kuka. Dhe që di që të nkon një kon stres ashtu të ngotu tut që apo bëja më dalë mirë? Të nkon, se kisha qef edhe juve mi ju vdalë mirë, që e zdësha edhe juve mi ju vkorit, zdësha Gilani me korit, se zban eq. E zban. Okej, shkend, atër veç suksese edhe të pres në emision apet kur të krysh dueti. Në emision kur të vete dyta vija. S'ka. Okej, do më falimderit shumë edhe njerë. S'po di tjetër shumë, jo thonë veç falimderit. Falimderit shumë edhe prej te edhe suksese shumë. Sa po do më thonë diqka. Okej.
Për fansat e me, tash dhe me thonë se po më shkrujnë shumë Facebook, se shken, po kena qef me të pa me një klip, po kena qef ashtu, po kena qef kështu, sone nuk ju kom dhonë shumë rëndësi fort muzikës, po s'kallëzoj drejt se e kom marrë diçka si loj loje. Edhe fansat me pëthëm që tash s'ka munal, me thonë edhe s'ka më, se gjithmonë kom bëjsha premtime ma herët, ose diçka po nuk musha mi realizu se mërsha fort nga zemrës, që thojmë na. Edhe tash, me thonë veç pritet dueti, pritet singli vetë, tani të shofim. Okej, na jena gjithmonë prapa teje, këtë e di shumë mirë. Faleminderit shumë e donë. Edhe një përshëndetje të madhe për fansat e Shkendës. Okej, për gjithë shikues të emisionit Gjurma, ky ishte fundi për këtë javë. Shpresoj që e keni kaluar mirë edhe që ju kanë pëlqyer mysafirët tonë për këtë javë. Shihemi javën e ardhshme.